Kjo marrëveshje e vitit 2006-2008 konsiderohet edhe sot si një nga dështimet më të mëdha të drejtësisë amerikane, pasi ndali hetimet ndaj pedofilit Epstein për më shumë se një dekadë dhe e lejoi atij të vazhdonte përsëri aktivitetin e tij si financiar ashtu edhe takimet sekrete me vajza të mitura edhe në shoqërimin e personazheve të njohur publik të Amerikës. Pas marrëveshjes së vitit 2008 në Florida, Jeffrey Epstein i shpëtoi ndjekjes penale federale dhe u dënua vetëm për akuzat e lehta shtetërore dhe çështja nuk u mbyll realisht. Ajo u regjistrua në sistem dhe gjendje civile si person me precedent seksual, pasi në SHBA një praktikë që kush dënohet për pedofili, përdhunim apo vepra seksuale, ai regjistrohet në sistem dhe bëhet publik në zonën ku jeton. Pra, pasi shpëtoi ndjekjes penale, viktimat vajza që ishin abuzuar vazhduan të kërkonin drejtësi përmes padive civile, duke paditur atë për dëmshpërblim dhe duke mbajtur çështjen të hapur në opinionin publik dhe në gjykatë. Vetëm gjatë viteve 2009-2018, mbi 30 vajza të mitura u identifikuan dhe ngritën padi civile për dëmshpërblim, duke pretenduar se abuzimi seksual, trafikim dhe shfrytëzim sistematik. Disa për këtyre çështje u mbyllën me marrëveshje financiare konfidenciale, ndërsa të tjerat vazhduan për vite me radhë. Këto padi luajtën rol kyç në mbledhjen e provave dhe dëshmive të reja. E kështu erdhëm edhe te rasti i tretë dhe i fundit. Hetimi federal ndaj Epstein nisi në vitin 2019 si pasojë e publikimit të materialeve të reja investigative, dëshmive të viktimave që nuk ishin përfshirë në marrëveshjen e 2008-s, si dhe presionit publik ndaj Departamentit të Shtetit dhe të Drejtësisë për dështimin e mëparshëm. Prokurori federal në distriktin jugor të New Yorkut rihapi çështjen duke konsideruar marrëveshjen e Floridës të pavlefshme për viktimat që nuk ishin përfshirë në të. Në korrik të 2019-s, Epstein u arrestua zyrtarisht në New York dhe u akuzua për trafik seksual të miturve dhe komplot me pretendimin se kishte abuzuar me 10 vajza për gjatë dekadave dhe kishte krijuar një rrjet rekrutimi. Akt akuza federale përmendet edhe 10 viktima, disa të mitura në kohën e krimeve dhe një skemë vazhdueshme